Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ish kryeministri i Shqipërisë Pandeli Majko del në mbështetje të protestave të studentëve shqiptar që pritet të mbajnë më 18 maj në Shkup. Sipas ish kreut të qeverisë shqiptare, studentët kërkojnë të drejtën e tyre më të vjetër në botë, atë të gjuhës samtare. Kërkojnë që gjuha e provimit të jurisprudencës të jetë në gjuhën shqipe. Të studiosh shqip dhe të japësh provim në maqedonisht thyen inteligjencën më naive, shkruan Pandeli Majko përmes rrjeteve sociale. Ish kryeministri shqiptar shkruan se askush në Maqedoninë e Veriut, të ardhmen e ndritshme në Bashkimin Evropian nuk mund ta kthejë për shqiptarët në të kaluarën e erët të Jugosllavisë së dikurshme. Është një betejë për të ardhmen, protestoni sot, apelon Pandeli Majko. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina duhet të jenë partner dhe jo rival, i tha presidenti kinez Xi Jinping homologut të tij amerikan Donald Trump, ndërsa e priti në sallën e madhe të popullit. Xi tha gjithashtu Trumpit se ishte i lumtur për vizitën në një kohë kur bota është një udhkryq. Presidenti amerikan Donald Trump vlerësoi marrëdhënien fantastike që ka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë fjalës hapëse të takimit dypalësh. Presidenti Xi dhe Trump diskutuan situatën në lindjen e mesme me Ukrainë dhe gadishullin korean gjatë samitit të tyre në Pekin. Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua, gjatë takimit të mbyllur për mediat, Xi ishte edhe më i drejtë për drejtë. Ai paralajmëroi Trump se çështja e Tajvanit, të cilën Kina e pretendon si pjesë e territorit të saj, është çështja më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe mund t'i çojë ato drejt konfliktit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mbështetet e Kina për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në ngushticën e Hormuzit. Shpresojmë të bindin ata të luajnë një rol më aktiv për ta bërë Iranin të tërhiqet nga ajo që po bën aktualisht dhe që po përpiqet të bëjë në gjë, tha Rubio për Fox News. Shefi i diplomacisë amerikane tha se Kina ka disa arsye për të interesuar në zgjidhjen e situatës në ngushticën e Hormuzit, e cila aktualisht është kryesisht e pakalueshme, duke theksuar se dhëniet kineze janë bllokuar në gjë. Ai shtoi se ekonomia kineze orientuar drejt eksporteve po ndjen pasojat e krizës globale të shkaktuar nga situata në ngushticë, pasi vendet e tjera po blejnë më pak produkte kineze. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov sulmon drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, objektivi i vërtetë i SBA-s është të detyrojë kompanitë energjetike të Moskës si Lukoil dhe Rosneft të dalin nga tregjet ndërkombëtare. Zëdhënësi i Putin tha se as Rusia dhe as Ukraina nuk i besojnë më SBA-s si ndërmjetës për fundin e luftës. Dmitri Peskov thotë se fundi i luftës vjen vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga Donbasi. Rreth 77% e familjeve në Bashkimin Evropian janë pa fëmijë. Në vitin 2025, nga 203.1 milion familje në Bashkimin Evropian, vetëm 47.4 milion ose 23.4% kishin fëmijë, thuhet në raportin Eurostat. Në këtë raport, thuhet se 14.7% ishin çifte me fëmijë, 5.6% ishin lloje të tjera familjesh me fëmijë dhe 3% ishin prindër të vetëm me fëmijë. Përqindjen më të lartë të familjeve me fëmijë kanë Slovakia me 35.4%, e ndjekur nga Irlanda dhe Kipro me 28.2%. Përqindjen më të ulët e kanë Finlanda me 18.2%, e ndjekur nga Lituania dhe Gjermania me 19.9%. Familjet me një fëmijë ishin veçanërisht të zakonshme në Portugali, Bullgari dhe Malë. Në 14 nga 27 vendet e Bashkimit Evropian, shumica e familjeve me fëmijë kishin 2 ose më shumë fëmijë. Kjo përqindje ishte më e lartë në Suedi, Hollandë dhe Irlandë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.